Sokol, ne do të flisnim për një genocid si ai i Srebrenicës, në qoftë se UÇK-ja nuk do të ishte ajo që ishte dhe nuk erdhi në këtë rezultat ku kemi një shtet të Kosovës. Nëse u bë një genocid në Kosovë dhe kishte një forcë armatosur që po luftonte kundër genocidbërësve, dhe në këtë territor në Palestinë ka një forcë armatosur që lufton kundër genocidbërësve. Është dy standarde, ta shohim që njëra ishte lëvizje çlirimtare së dy standarde, ne ndajemi tek UÇK-ja, absolutisht. Fuqitë e mëdha përcaktojnë si terroriste. Fuqitë e mëdha kanë përcaktuar si terrorist Gaddafin dhe kanë bërë biznes me to më përpara. Fuqitë e mëdha kanë pasur bërë biznes me Asadin dhe kanë shpallur më pas terrorist. Fuqitë e mëdha Izraeli ka sjellën pushtet pas zotëria Hamasin dhe sot e shpall terrorist. Pra nuk do të shohim gjëra me kaq idealizëm dhe bardhëzi sepse gjërat e vërtetë. Unë isha shumë realiste kur thashë në konfliktin Palestinë-Izrael SBA-ja ka një alat, siç është Izraeli, në konfliktin Kosovë, Serbin nuk ishte alat, as Serbin, as Rusin. SBA-ja, por kjo nuk do të thotë të pranojmë çuditëra dhe absurditete, pikërisht pra, por kjo nuk e bën UÇK një organizatë terroriste, absolutisht. Ne vjen keq që po e dëgjoj. Ja hoqën nga lista, e ke gabim pra, futur arkivat shif. Po nuk e kam gabim. Sa po the gjën, ç'po them unë? Tham të njëjtën gjë, sa po the. The që Shtetet e Bashkuara, duke në momentin që kishin aleat të Kosovës, pra Kosovë UÇK u bë mirë. Ndërsa këta nuk kishin aleat Izraelin dhe ndërhyn, por kjo nuk do të thotë të barazojmë që veprimet e UÇK-s në territorin brenda Serbisë janë ato që bën Hamasin në po ti këtë po thua, këtu po kundërshtojmë. Hamasi hyn dhe zoti Andrea ta tha, Hamasi hyn në territorin e Izraelit, bën akte terroriste, ndërsa UÇK-ja nuk e ka bërë asnjëherë këtë gjë. Kështu që po flet çuditëra tani. Nuk thashë, nuk e mohova ato që ka bërë Hamasi. Thashë që janë dy lëvizje çlirimtare që kur politika e madhe përcakton që njëra është terroriste dhe është armike, kur e përcakton tjetrën që është aleate, por nuk qëndron afirmacioni që ti dhe për UÇK-n, i cili ka bërë akte terroriste si kur e ka bërë Hamasi. Kjo është pas saksita, nuk e vurë mos ta vën gojë. Thashë që është lëvizje që ka qenë shpallur terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe ju hoq më pas me vendim të botës së radhë që kishte shpallur terroriste. Që të kuptosh çfarë ke thënë sonte. Të thash, nuk thash ka bërë akte terrorizmi, kjo nuk e pranoj këtë. Jo, thash që ka qenë shpallur nga Shtetet e Bashkuara. Edhe shqiptar në vende të tjera të botës nuk kanë bërë akte terroriste në emër të UÇK-s. Lëvizje çlirimtare me të drejta të plota. Dhe unë këtë po them që ata të tjerët janë lëvizje çlirimtare. Nuk them që UÇK është terroriste. Përkundrazi, luftëtarët të UÇK-s janë lëvizje heroike çlirimtare. Mos luftëtarët e keq kuptoni këtë pjesë. Nuk kanë bërë akte terroriste në vende të tjera në emër të UÇK-s. Të thuan që ne jemi sigurisht nuk ka kush e tha që kanë bërë. Patjetër që s'e kanë bërë, prandaj janë lëvizje çlirimtare dhe heroike. Por ata të tjerë, unë i thash dhe arsyet pak më parë që ata i kanë bërë dhe pse thash dhe arsyen pse mendoj që i kanë bërë. E zaurodhëm argumenta. Nuk të marrë për shembull një mendim të zonjës Amal se çfarë përfaqëson Hamasi për të? Hamasi është një lëvizje në tëmë politike normale, nuk kanë asnjë lloj rreziku që bën për popullin as për njëri. Unë që kam parë, domethënë të gjithë janë të mësuar me shkolla, të profesora, të gjithë dhe nuk kanë domethënë por tash i bie unë dhe ti që po flasim mirë për ata i bie jemi terroristë, tash që më shtesin s'ka lidhje kjo, ne po s'po themi ato. Okej, Drenata. Te kjo çështë nuk do doja të ndalesh, se edhe unë bashkëndaj të njëjtin mendim me Eugjinën dhe nuk ndaj, domethënë kam krahasimi me UÇK-n për mua nuk qëndron. Se morët vetëm atë fragmentin e vogël të krahasimit dhe nuk u morët me argumentin më pas, që unë thash që të dyja janë lëvizje çlirimtare, por njëra u etiketua si terroriste sepse fuqia e madhe vendosi ta shpallë tillë, sepse lobi hebreu është shumë i fortë se lobi shqiptar. Në zonën e shtëpisë së bashkë, lëvizje politike, ushtria shqiptare e Kosovës lidhi si lëvizje për të mbrojtur territoret e tyre. Po pse Hamasi për çfarë linë? Po çfarë thon zoti që ka jetuar atje? Po krahasimi shumë pyet një person që ka jetuar atje. Ne ram dakord gjatë gjithë diskutimit që ajo që po bëhet në Gazë është e papranishme. Ajo që po bëhet ndaj fëmijëve dhe ndaj grave është ja. Unë besoj shumë opinionit të një personi që jeton Gazë se një person që ishte nga divani i Shqipërisë të situatës. Jo, nga divani se ne sot edhe një qasje tjetër për persona që jetojnë në Gaza, që edukohen të jenë terroristë. Jo, që edukohen terroristë, nuk e tha këtë gjë.